As partia se pindur këtu. 30 vjet mashtrime. Na vjen na gënjen vetëm 100 metra rrugë asfalt. 100 metra rrugë. Si që për shkoni dhe juve, gjithë fshati Zvezdë ka dalë, për një protest, për një mashtrim, që u bë me ujnë e pishëm, që u vodhë 600 milion lek. Ja, ky është uji, ky është. Vjen kryetari në mes të ditës vetëm për të bërë 2 foto. Zvezda ka nevojë për shumë gjëra, siç ka bërë tërë fshatrat, ka shtruar asfalt, ka bërë urat e zeza. Kurse në Zvezdë nuk është bërë asnjë lloj gjëje. Ujësillci ishte 7 muaj aty afati, u bë 1 vit e ca, para 1 muaj u tha u përfundua ujësillci. Nuk ka ujë më. Uji ja ku është. Për këtë arsye jemi ngritur sot. Këtu nis nga Napulla gjëja, nga mbrapa. Duhet bëjnë të çajin asfaltet. Duhet bëjnë urat e zeza njën, pasaj ujë pish. Ka shtruar vetëm këtë rrugë. Të veshët tërë fshat, janë rrugë si në mesjetë këtu në Zvezdë.